Edi Ramos janë errësuar ditët dhe nga momenti në moment realiteti i ri mund ta fundos. Ky sot ka vetëm dy rrugë, o lart, shumë lart në drejtim të shtetit mafioz, o poshtë, shumë poshtë, në qylar me popullin e burgjeve që po shumohet me ritme të shpejta. I izoluar nga mbështetja amerikane nuk është as ai që e sulmon Spakun siç bënte ca ditë më parë, as ai që e përgëzon për arrestimet e hajdutëve të mëdhenj, më të famshmit hajdutë kriminal që nga çasti në çast pritet të arrestohen. Babloku do I duheshin deputet pas zgjedhjeve të 11 majit. Aksioni I Spakut për pastrimin e shkurreve rreth kryehajdutit dhe zërat e fuqishëm në Kongresin Amerikan mbi arsenalin luftarak në betejat me Alex Soros dhe miqtë e tij janë sinjale se jeta e shumë hajdutëve të listës për deputet të Bablokut do të bëhet e zymte e do të firojnë shumë deri më 11 maj. Nuk mund të mos e themi se ardhja e një ambasadori mik I Donald Trump një muaj para zgjedhjeve siç mësohet se do të ndodh, do I ngri në buzë dhe lajmin që ka shpërndar gjithandej se ky bën ç'të dojë, I blen dhe I vjedh votat sipas dëshirës dhe ambasada amerikane nuk reagon kurrë. Më poshtë në përgërma dy dumanët, njëri që flet pas hekurave për krimet qeveritare dhe tjetri që u shtrëngon hekurat në duar miqve të Bablokut, nuk ka të ngjarë të jenë tabelqitje sipas interesave të familjes kryeministrore, me të gjithë pjesëtarët sheike pas një antar të penduar. Horizonti politik I ngjan një reje të zezë, të ngjeshur me malet e mafjes dhe askush në fshat nuk e shikon qartë rrugën, sa të tërë përplasen me njëri tjetrin duke I nxjerrë sytë e ballit mikut që kanë më afër. Modeli I pushtetit arrogant ishte mësuar të shikonte vetëm përpara jo mbrapa, në përsigurinë e verbërt se mbështetja e aleatëve kyç ose do ta toleronte ose do ta orientonte drejt interesave strategjike me prapavi kriminale. Në për këtë ambient pranveror, Babloku nuk gjen asnjë argument bindës pse I trembet drejtësisë, pse nuk bën asnjë hap drejt transparencës me pasuritë dhe akuzat, pse nuk ka sigurinë fitore, përveç se prrallave që lëshon se Amerika na ka braktisur e shqiptarët duhet I ngulin këmbët mbi shkëmbin të moçëm dhe plot lëmyshk të BE-s. Ky që deri para ca ditësh e përdori drejtësinë si qen stani, sot përpolitet në përterr si viktime një komploti politik, edhe ende shpreson se mund të fitojë ca simpati publike, duke e kaluar faj në dobësinë e Charles McGonigal që mori para nga ai, apo në dinamikën e Alex Soros dhe Usaidit që drejtonin makinën e fuqishme të korrupsionit në imazhin e dëmtuar rrugës së asfaltuar diku me favore e diku tjetër me marrëveshje të fshehta. Në përskuta të dezinformimit vazhdojnë fluturojnë lajme alla shqiptar që në mediat e krimit me qëllimin final për të veshur luksin e arrogancës me rroba të reja, sikur Babloku do e blej heshtjen e Amerikës kundër skandaleve dhe trampolina nga do hidhet më 11 maj nuk do të jetë aq e rrezikshme sa të thyej kokën, për politet për shpëtim janë aq qesharake sa ç'është serioze e vërteta se pa Amerikën aleate, Babloku s'ka jetë.